Të ardhurat nga tatimet, të ardhurat tatimore shkojnë 27,8 miliard lek, shkojnë në 27,8% GDP-s, ose 7,7 miliard euro dhe nuk kanë qenë asnjëherë. Të ardhurat nga tatimet dhe doganat shkojnë 19,1% e GDP-s, ose 5,3 miliard lek dhe nuk kanë qenë asnjëherë. Dhe kujtoni që po mbledhin 5,3 miliard euro të ardhura pa arritur qoftë edhe një taks të vetë. Shpenzimet shkojnë në 31,9% GDP-s, 8,8 miliard euro. Investimet publike shkojnë në 6,5% të GDP-s, 179 miliard. Deficiti mbetet në 2,3%, duke si në vëmendje faktin që jemi me suficit primar këtë vit, me suficit primar vitin e ardhshëm prej disa vitesh në këto terma, dhe natyrisht rregulli i artë i buxhetit i normuar edhe me ligj materializohet më së miri. Investimet publike janë gati 3 herë më të larta se deficiti buxhetor. Ndërkohë, risku nga kontrata dhe partneriteti publik-privat vazhdon të jetë i ulët, sa kohë që jemi me 1,7% të ardhurave të një viti më përpara nga 5% që është tavani i tyre. Borxhi publik bruto vazhdon të bjerë dhe do të shkojë në fund të vitit në 53%. Do doja t'ju thoja që ky buxhet patjetër që rrit arsimin, veçanërisht në politika të tilla si librat falas, transporti i fëmijëve dhe mësuesve, dhe natyrisht edhe financimi i programeve pas mësimit. Shëndetësinë, veçanërisht me 2 linja shumë të qarta, 15 milion euro për tumoret dhe linja tjetër e rikonstruktimit të gjirit për gratë që vuajnë nga tumoret, e në krahun tjetër 13,5 miliard lek për ilaçe. Bujësia e kalon atë tavanin ose atë kufirin edhe psikologjik të 5 miliard lekëve, shkon 5,2 miliard lek dhe i shtohet një kompensim për 1,5 miliard lekësh. Çështjet sociale shkojnë në 25 miliard. Çfarë doja të propozoja unë? E para që 3 koncesionet, të cilave ju mbaron kontrata këtë vit të kthehen në shërbime publike. Dhe kontrolli bazë mjekësor të shtyhet për te moshës 70 vjeçare. Ndërkohë që është shumë e qartë që skema e ilaçeve është në agresionin e hajdutëve të këtij sektori dhe patjetër duhet të rishihet për të larguar cilin do që korrupton apo grabit skemën. Në krahun tjetër, bujësia patjetër që meriton një skemë të re subvencionimi pas 12 vitesh. Dhe ndërkohë, nënat me 3 fëmijë, ne sot ju paguajmë sigurime shoqërore atyre që janë pa punë, atyre që janë në punë për herë të parë ju zbresim 48.000 lek në vit për çdo fëmijë dhe natyrisht në krahun tjetër duhet mbështesim më në fund me sigurime shoqërore nënat që kanë fëmijë të spektrit autik në shtëpitë e tyre. Barazia gjinore dhe puna e papaguar e grave duhet jetë elementi kyç që duhet kostifikohet tani nga buxheti dhe të kthehet në të mira për ato gra që natyrisht punojnë dhe duhet marrin të ardhurat barabarta për të njëjtin vend pune me burrat. Dhe në fund fare, bonusi i invalidëve që menaxhohen apo janë në administrimin e shërbimit social shtetëror duhet garantohet për këtë vit dhe për çdo vit tjetër për të mos krijuar më pabarazinë që u krijua në muajin mars. A ka rrisje ekonomia dhe buxheti? Po, ka rrisje ekonomia dhe buxheti. Vitin e ardhshëm ekonomia do të rritet apo zjerohet me 4%. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar shkon në 27 miliard euro, por i fokusuar shumë fort në 2 sektorë. Në ndërtim dhe në turizëm. Besoj do ma jepni dhe mua kohën që datë zotëris. Pra, në turizëm dhe në ndërtim, 2 sektorë në të cilin në të parin kemi vërejtur nga dalësim të rritjes dhe dyti vazhdon të rritet. Por ama, 2 sektorët e tjerë janë risku më i madh, industria dhe bujësia që vazhdojnë për 3 mujor të tërë që janë me rënje. Duhet fokusohemi atje me qëllim që të bëjmë gjën e dur. Në krahun tjetër nga pikpamja e kërkesës agregate, e gjithë rritja mbështetet shumë fort në më shumë se gjysmën e saj tek konsumi. Konsumi jo gjithmonë është mirëqenie. Pavarësisht se të ardhurat shtohen, konsumi nuk do të thotë që na bën më të mirë, apo na bën të ndjehemi më mirë. Kështu që është themelore kjo gjë, ashtu si që risku në buxhet vjen pikërisht nga mos realizimi i shpenzimeve buxhetore. Dhe këtu, zoti ministër, do doja ta përsërisja, nuk është problemi juaj, por është problemi gjithë qeverisë dhe kush nuk shpenzon paratë programuar në buxhetin e shtetit, pavarësisht në është ministër, është zënës ministër, është drejtor, është përgjegjës, është shefi një agjencie apo njësie zbatimit buxhetit dhe nuk përmbush të detyrim të shpenzoj para të grumbulluar dhe të programuar në buxhet,
duhet të largohet. E fundit gjë që kam, natyrisht paketa fiskale është e gjerë, po unë po merrem vetëm atë që natyrisht nuk gjen zbatime ende e që ka të bëjë me TVSH-n e bujqësisë. Kam disa tabela këtu për të shpjeguar shumë më qartë se ç'ndodh me TVSH-n e bujqësisë. Kam bërë një llogari për sasi të barabartë në vlerë monetare produkti, dhe do doja t'ju them që po ta marrin në import një mall me vlerë 500 lekë dhe të dalin nga dogana bashkë me TVSH-n e paguar në vlerë 600 lekë, duke paguar çdo gjë tjetër, natyrisht që ka një rezultat pozitiv 83.4 lekë. Por me skemën 0 me 20%, po të blej prodhim vendas me të njëjtën vlerë 600 lekë me aq sa ç'del nga dogana, rezultati është negativ prej 16.6 lekësh. Prandaj, blerësi është më interesuar për importin se sa për prodhimin vendas. Rasti më fatlum do t'jetë ai që të zbritet nga çmimi i bujkut. Masa e kompensimit të TVSH-s që ne vendosim me ligj 60 lekë për 600 lekë mall dhe përsëri del me një rezultat negativ bruto prej minus 6.6 lekësh dhe në qoftë se e ul çmimin ke fermeri me 10 lekë, atëherë kemi një rezultat të barabartë, po në tentativë të barabartë dhe në fund fare ndodh ajo që kemi sot në treg. Edhe çmimi ke fermeri ulet, edhe çmimi te konsumatori i rritet. Dhe vetëm në këtë rast kemi një rezultat pozitiv të grumbulluesit me 35 lekë. Duhet të kthehemi shumë qartë tek propozimet që janë në këtë kuvend, edhe nga deputeti Duka më herët, edhe nga unë, edhe nga të tjerë kolegë për të barazuar skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar me qëllim që të favorizohet më në fund prodhimi vendas në këtë vend. Faleminderit.